إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Vëllezër të nderuar, ne si besimtar musliman duhet secili të vepron, të aktivizon veten e tij se si të adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala dhe si të pengojmë të keqen mos të shpërndahet. Apo me një fjalë tjetër, si të luftojmë krimin i cili i thënë rregullat, dispozitat e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne për çdo ditë dëgjojmë lajme jo të mira, lajme të cilat e hidhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Për me ndal këto dukuri negative që jemi duke dëgjuar thuajse për çdo ditë, si vrasja, vetvrasja, vjedhja, mos flasna për krimet të tjera. Ne për me pengu gjithë këto, duhet patjetër që ne ta kuptojmë një çështje të madhe që është në dinin Allah subhanahu wa ta'ala. Aja është urdhrimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Nëse ne nuk e kuptojmë këtë urdhër, këtë obligim, edhe pse disa prej ulemave dinit Allah subhanahu wa ta'ala e kanë konsideru shtilla e 6 e islamit. Hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam që na tregon për Beni Israilët, bijtë e Jakubit alayhi salatu wassalam, tregon thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mangësia e parë që shfaq në Beni Israil është kanë se njerëzit kur kanë bërë mëkate dhe gjunahe, kur e ka takuar vllaun e vet, shokun e vet duke bërë një gjuna, duke bërë një haram, duke bërë një krim, i ka thonë ittaqillah, ke frikë Allahut. Dhe lere këtë që jetë duke vepruar. Kur e ka bërë vllain e vet, që shikon haram, i ka thonë ke frikë Allahut, mos e bën. Kur e ka dëgju duke shajtur, i ka thonë mos u shaj, ke frikë Allahut. Kur e ka pa duke pi bari, apo duhan, apo drog, i ka thonë, ke frikë Allahun, mos e vepro këtë. Kur e ka pa që bën gjibet, bën një fjalë, ka thonë, ke frikë Allahun, subhanahu wa ta'ala, mos e bën këtë. E kështu me radhë, thot, ai e ka urdhrue që ta lënë atë dhe të ketë frikë Allahun, subhanahu wa ta'ala. Dhe i ka tregu që kjo nuk të lejohet, kjo nuk është rregull, e kështu me radhë. Por kur e ka taku të nesërmen, ai njen duke vepruar ato vepra, dhe ki është bon njësoj si gjendje ati, ka pi kafe me to, ka hangër me to, ka pi me to, ka nejt me to, të risa i ka bo edhe mohabet, ju ka shoqëru në ushqim, edhe për këtë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur zamrat e tyre janë gjesu e bën gjashme, Allah subhanahu wa ta'ala i ka bo bashkë. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, lu'inna alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryama dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'anil munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Thot që mallkuar në gjuhën e Dawudit alayhi salatu wassalam dhe të Isës alayhi salatu wassalam Banu Israil. Përsa?
për shkak se ata i kanë parë njerëzit duke bo gjuna Allahut, duke i shkelur normat e dinit të Allahut subhanahu wa taala, duke i kaluar kufin, dhe këto nuk i kanë pengu ata, nuk i kanë dalë ata, se këto i kanë kaluar edhe kufin, edhe kanë po vepra të shumtuara. Me sa njerëzit që i dim që janë kriminal 100%, dhe ham darka dhe pim darka, me sa njerëzit që i dim që për një me po i shkelin normat e dinit Allahut, dhe po ju bojnë muhabet dhe po i shmojnë, të risa ndoshta dhe i vem në vendin e parë. E kjo kështu kur ka ndodhur Banu Israil, jenë mallkuar. Sikurse çdo njeri prej nesh ta qortoj ke një kriminal, apo një njeri që shkel normat e dinit Allahut, prek mallin e dikuj, nderin e dikuj, atëherë do të paksoshin krimet, do shifshin krime shumë pak, dhe do të lullzoj ke shoqëria, por është qëllimi që ne i harojmë për hatër, mos të mbrekat, mos të mendlohet, mos të jesh i vetmuar, o lezër, nëse ne endalmi një person që bën krim, pa më parasysh krimi, është rezultati i parë është që ti e ke shputuar atë si kriminal, familjen e ti, pasardhësit e ti, ja ke ruajtur autoritetin familjes e ti. Se najherë njeriun e kapin dalgat e dunjans dhe nuk e di vetë dhe çka vepron. E kapën ushtria e shejtanit prej njerëzve dhe prej gjinave, dhe as ai nuk e din ku mrin, ku arrin. Por ne duhet t'i kapmi për dore, t'i këshillojmë, t'i qortojmë, t'i pengojmë që ata ta shpëtojnë vetën e tyre dhe të jetë e shpëtuar shoqëria. Hadithi Nu'man ibn Bashirit radhiyallahu anhuma thot që e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasallam në këtë hadith që na tregon Nu'man ibn Bashiri, na përshkruan në shoqëri. Si na përshkruan shoqërinë? Thot shembulli i atij që zbaton urdhat e Allahut dhe ai që i shkel urdhrat e Allahut subhanahu wa taala është shembulli disa njerëzve thot që hipin anije dhe qesën shok. Cilët dhe hipje katin e nalë, cilët dhe hipje katin poshtë. E dikuj bje shorti me kon nalë, dikuj bje shorti me kon poshtë. Thot, e ata të cilët janë poshtë, për me marë ujë duhet të dalë nalë. Një ditë prej ditëve, duke dalë rregullisht me marë ujë nalë, po i shqetësojnë ata, po i ja qesën gjumin, po i pengojnë, edhe qotë njoni thot, por sa ti pengojnë vëllezrit tonë, sa ti shqetësojmë rregullisht vëllezrit tonë, po e shpojmë një birë anijas, po hin ujë detit, edhe marë një ujë. Ide e mirë, a? Prefekt ide, apo? Mos mi pengu vlasnit nalë. Por esenca nësa anija shpohet, çka mund ndodhje? Fundosën të gjithë edhe ata që janë nalë, edhe këto që janë poshtë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, nëse këtë e lanë që ta shpoje anijen, thot, këto do të shkaftrohen gjithë, sallallahu alaihi wasallam. Wa in akhadhu ala aydihim, nëse ata i marrën për dore ata që duan me shpu anijen, thot, do të shpëtojnë ata dhe gjithë ata që janë anijen. Shikoni hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa bukur na e tregon shoqërinë. Do të shoqëria e ka përshkruar alaihi salatu wasalam si anija. Në mesin e shoqërisë kemi njerëzit të devotshëm dhe të mirë dhe kemi njerëzit të këqij. Njerëzit të cilët dinë me menduar dhe njerëzit që s'dinë me menduar. Po problemi më i madh është se në urdhrimin e të mirë, ndalimin e të keqës e kime haruar. Tu problemi. Për këti hadithit, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishin marrë për dore. Pse se ai ignorant, ai se kupton mirë. Ai do të me shtu anijen. E ti çka dush me mu, duhet me kap për dore. Se me fjalë dikush nuk merr vesh. Me fjalë dikush nuk merr vesh. Ai do me shpu, ai do me dëmtu. Ai mendon se bon mirë.
E çka duhet me kap fort me dorë me e kre anash. Për këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por me urtësi. Për hadithit kuptojnë se shoqëria është një, si Kur'ania. Ose do shkatrojmë gjithë, ose do të shpotojmë gjithë. Se kur të vjen dënimi i Allahut i kap edhe të devotshmit, edhe jo të devotshmit. Di, prej hadithit kuptohet që problemi më i madh është me jala, në gjuhën popullit po flas, me jala njëri tjetrin kokën me ujë të ftohtë, me akull. Ne e dim që s'bën, po thuja një fjalë të mirë. Ne e dim që e bën këtë vepër, po thuja një fjalë të mirë. Do thotë mi i boj qef njëri tjetrit. E kjo është që e shkatron shoqërinë. Kjo është që na shkatroj gjithve në emër të drejtave personale. Njeriu është i lirë, mendon vetë, vendos vetë, edhe s'ka nevojë me u përzi, çka do të boje, nuk janë të vegjël, nuk janë të ri, e kështu me radhë. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Duhet ne patjetër ndërhim në momentet ku duhet të më ndërhim. Për hadithit kuptohet rëndësia e përmesimit në shoqëri. Nëse urdhërojmë në të mirë, ndalmi nga e keq që ne kemi ruajtur gjithë shoqërinë. Gjithë shoqërinë. Pse po janë agencionet e sigurimeve? Sigurimeve do thotë të lokaleve, jo to që i paguan. Që krimi mos bere, mos t'i vjedhin lokalet, mos t'i vjedhin shtëpiat. E ne nëse urdhërojmë në të mirë, ne kemi ruajtur sigurinë e dinit, sigurinë e shoqërisë. Por nëse i hikmi, tërheqmi ne, atëherë fatkeqësitë do t'i shohim në mesin e shtëpisë, në mesin e vëllezërve tonë, shoqërisë tonë, në rrugë, në çdo vend. Dhe prej dobave të hadithit është që urtësia është patjetër. Do thotë edhe të keqën me ndal, duhet me ndal me urtësi, me mençuri, me ngadalësi. Pse? Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ka për dorë, me e largue, me mësue, sa ai cili vendos me bë krim, ai di shohë 100 mënyra se si të arrijë krim dhe ta fshehë krimin e vet. Ai ka bë planet në mas pari si me fshehë krimin, e pastaj krimin. E ne duhet ngadal si t'i largojmë këto prej njerëzive të cilët i mësojnë shoqërinë nga e keqja. O xhamat, ne jemi duke rritur fëmijë. Ne jemi në periudhën e vështirë, ku gjithë tentojnë shoqërinë islame t'ja rënojnë moralin, ta prishin prej mrenda, se kur të prishet njeriu prej mrenda, çdo kush është sulman. Kur t'jesh i fortë prej mrenda, bota mu çunkon nuk mund që ti të rrëzojnë. Cilët janë ato pengesat që neje mujna të ndalmi krimin? Se krimet janë lloj kategorie ka të krimeve. E para është ne ti edukojmë ata, ti qërtojmë ata, ti izolojmë ata, ti bojkotojmë ata. Ju kujtohet lufta e Tebukit? Kur ka dalë për në luftë për Tebuk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vënu disave prej sahabeve, s'ka marrë pjesë në luftë. 3 persona. Një prej tyre ka Ka'b ibn Malik. Dënis na sot, dënis na nesër, dënis na sot, dënis na nesër, kthehet ushtria. Vjen munafik, ka të arsjeton, ka pas grune smund, barkin ka dhim, ka pas shtypje, ka pas temperaturë, ndon mi punë, telefonin, do thotë, ka ndodhur diçka. Ani, a ki arsin po shko, a ki arsin shko, a ki arsin shko, a ki. Vjen të 3 sahabët dhe nja Rasulallah, s'kemi as një arsije. Ha, sot o nesër, dënisi sot, dënisi nesër, s'kemi pas arsije, për mësme dalë në gjihad me ti. Thot shkojnë juve, pritni nërsa t'ja fali Allah. Edhe të sahabëve ju thot as njani mos t'i folni. Bojkot. Bojkot s'ka. A e kuptuat qërtimin e gabimit? Tërisa thot ka arë, kam shku thot të gjali mingjës tim, Abi Qatada.
E kam thirë të dera s'ma ka hap derën, portën. Kush thot Ka'b bin Malik? Thot pasaj kam këci murin. Edhe po jap selam s'po më merr selamin. Bojkot? Pasaj mundona të flas me tonë, nuk kon flet, thot po vazhdon punën e vet. Pasaj thash, o Ebi Qadade, vallahi e du Allahun dhe pejgamberin. Kush I thot? Ka'b bin Malik. Thot taj e di unë se di. Bojkot, çka duhesh ban? Bojkot! Këteri sa kanë zbrit ajetet që Allah ja ka pranu topën të treve. Kjo është qëtim. A ne ja vëm krim në akull njerëzive. Që vetë të donat mirë të njerëzit. E këto sot e kësaj ditë lexohen ajetet e këtyre tre sahabeve. E dyta është për me ndalë krimin është ekzekutimi. Njeri që vret njeri ekzekutohet. Kurse normal tash rinë burg, I prejtët 15 vjet, vjen një falje, hiqën 7-8, e pagun një rëshvet, hiqën djatra, e pagun një rëshvet tjetër, hiqën e një 3, djatra, e pagun një rëshvet tjetër, del natën, shkon ditën, do thot, e kja është që njerëzive ju ka dhënë apetit për me bo krim, për me vra njeri. Plus mos flasna si shteti ka humbje, buk du të mi dhona ati, rojen, gardionat, atë, këtë, po saj njerëzi janë që rinë për burgje. Kja është urtësia që pse Allah subhanahu wa ta'ala e ka pru regull, aj që vret e vritet. Sa letë Allah me nëzër rëvolle dhe me afut njerit 2-3 pluma me lënë tokë. La ilaha illallah. Me qarë gudzimi. Si keme dalë për Allah subhanahu wa ta'ala. Kja është dhe thotë, kur të mendon njeriu këtë që a ekzekutohet, do mendoje shumë gatë, a me marrë këtë hap apo jo. Se, kur të dje që unë në momenti ku zbulojmë që unë e kam vra njeriun, edhe unë e vritna, ndalet. E shpëton vetën e vetë, e shpëton atë tjetëri. Dy jeta I ruar realitet. Ne si besimtar, duhet të kujdesmi shumë që të ruajmë shoqërinë. Sa më shumë, të kena shoqërinë tonë të pastër. E lusni Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të naruje njeve, të naruje vlatë tonë, të ruaj vëllezërit tonë të cilët nuk janë këtu, janë në për vendet tjera, të ruaj shoqërinë tonë, të kemi një shoqëri të shëndosh, musliman të ri, të mirë, të cilët do të ruajnë nderin e vetë, do të ruajnë dinin e Allah subhanahu wa ta'ala, do të qenë ornak dhe model për gjeneratat të cilët do të vinë. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. E treta është për me pengue për me ndalë krimin dhe kriminalet, është me mësuar dispozitat dhe rregullat e dinit Allah subhanahu wa ta'ala. E si mësohen rregullat dhe dispozitat? Prej të vegjël, prezencën në xhami, prezencën në ligjërata, vledhja e librave duke lexuar libra në shtëpi me familje bashkë. Në kësaj mënyre do të ecim përpara. Tregon për Abdullah ibn Yasin. Abdullah ibn Yasin është prej të vjetërve. Mos ta gatrojmë me Ahmed Yasin, Palestinës. Shumë I vjetër. Do të në pjesën e Mauritanisë, e Marokës, aty vetë të Shkërtinës. Kur ka shkuar në atë vend I ka gjetë njerëzit bedevinjat, I ka gjetë ignorant. Ignorant. Dhe ka filluar një herë punën që ja mëson mas pari rrezikun e ignorancës. Pasi ja ka mësuar që është rrezik njeriu të jetë ignorant, ja ka mësuar rrezikun e mëkateve dhe gjunaheve. Dhe sa keq është me bëni gjuna, sa keq është me vrani njeri, sa keq është me piraki, sa keq është me bozina, sa keq është me vjedh, sa keq është me shpionu, sa keq, ja ka treguar, ja ka mësuar popullit rreziqet çka I vjen. Pasi që ato kanë kuptuar këto, ja ka mësuar vlerën e namazit, se pa to do thotë smush me xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe I ka vu disa rregulla pastaj ai. Kush e bën këtë punë ka këtë dënim, kush e bën këtë punë ka këtë dënim, kush e bën këtë punë ka këtë dënim. Pas një periudhe normal desa dhe ndron gjenerata, di gjenerata dopta, atër qohen 5 persona thot ejani të ripërtrim të Abdullah ibn Yasinit.
Që mësë njerëzve dinin Allahut, fillojnë këto, ka përmësim në mesin e shoqërisë, derisa e vjen një kadi, një gjykac, që të gjykon në atë vend ku është, kanë kaluar vite, gjykaci vetëm të nejnë zyre kotë, vetë. S'ka probleme, njerëzit kanë frikë Allahut. Një dy prej dy persona musliman kanë zanka me zveti, atë është duhet të shkojnë te kadia mbasa viteve. Duke shku te kadia, plus e kalon jashtë që mos t'i shohin njerëzit që kanë zanka këto ditë. Tu afru te kadia, këto të ditë thotë, a di çka? Apo ja bëjmë halal njëri tjetrit se na mor ftira. Edhe do ti halal, on halal, kthehen bashkë shkojnë te kadia. A kuptuat njerëz kur ta mësojnë fen Allahut sa lehtë është? Është lehtë se ata zbatojnë urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë vëllezër, ne duhet ta kujtojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ju kujtohet alianca, një aliancë që e kanë bërë në kohën e ignorancës o vëllezër të ndershëm për me ia rujt të drejtat njerëzive, për me ia kthit të drejtat njerëzive të shtipur. Ka marrë pjesë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë. Harbul Fudul i thaj. Do thotë kjo është kanë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo ka ndodhur që ja kanë dhënë besën njëri tjetrit pas një lufte që ka ndodhur te arabët, ka marrë pjesë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me xhallarët e tij në këtë luftë. Së kom pejgamber, kon i ri, edhe derisa dysa thonë që ka gjujt me shigjeta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dysa thotë që pejgamberi Allahut ja ka afruar shigjetat me xhallarëve të vet, do thotë municionin me gjujt, ka prezantuar para se mu kon pejgamber. Pas kësaj fillojnë bisedimet. Do thotë merr pjesë në luftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merr në paqe në bisedime që t'i tregojë popullit që ne kemi edukuar Rasulullahin para se me ardh pejgamberi Allahut, si duhet me marr pjesë në luftë, edhe si duhet me pas kontratë me paqe. Edhe pastaj kanë marrë pajtim dhe kanë vënë besën që të drejtat i kthehen kush të bëjnë zullum në Mekka, i kanë lidh durrët në parfim, i kanë vuajtur te gurri zi te çapja, edhe pastaj kujt ju ka bë padrejti janë lehtë to burra dhe ja kanë kthy hakin. Do të shikosh që e kanë penguar njërin që mos të bëjë të keqë. Ndodhia është se ka ardhur një tregtar për Yemenit që kanë marrë mallin, ja kanë marrë parat si kanë dhënë mall edhe ka fikat në qapës. Atë tona janë lehtë to burrat, e kanë lehtë mallin, ja kanë kthyer parat, do të thotë se si bot dam askujt. Në kohën e ignorancës. Edhe ne duhet të bëjmë një lloj aleancë ndërmjet nesh që t'i pengojmë rrugën kriminalëve që mos të ecin përpara. Lutë Allahun si Allah të na falë mëkatet tona, të na bashkon në xhenetin e Firdausit.